Në prag të muajit të agjërimit, në xhaminë e madhe në këtë qytet u shpërndan ndihma ushqimore për 150 familje skamnore të kësaj komune. Këto pako me gjëra elementare ushqimore i kishin sjellur shoqata Bereqeti, ndërsa ato ishin siguruar me fonde të ambasadës Emirateve të Bashkuara Arabe. Për Ramazan, drejtues të Bereqetit njoftuan se kjo shoqatë shpërndan ndihma gjithandej Kosovës, të cilat vijnë si kontributi donatorëve ndërkombëtar dhe vendor. Këtë vit ka vendosur që 2000 pako t'i dhuroj për gjithë banorët e Kosovës, kuptohet për shtresën e varfër dhe të nevojshme. Sot këtu në Ferizaj, sapo shpërndam 150 pako në Gjilan, tani jemi në Ferizaj për 150 familje dhe do të kalojmë në Kaçanik. Deri më tani kemi kaluar 10 komuna dhe ne kanë mbetur edhe për nesër 3 komuna të tjera, kështu që pa arrim një numër mjaft konsiderueshëm, do të 2000 familje nga Emiratet. Me çka përgjithësisht po ndihmoni? Po natyrisht tani jemi në prag të muajit Ramazan dhe muaji Ramazan normal se ka nevojë secili që të ketë diçka në sofrën e tij. Dhe veçanti janë disa gjëra të cilat kanë nevojë edhe për standardin e disave është e pamundur t'i arrijnë, siç janë për shembull mishrat e pulës, e sallamat e këto të gjitha, që edhe fëmijët kanë nevojë, po edhe për iftar janë shumë të nevojshëm. Përfaqësuesit e shoqatës Bereqeti në Ferizaj thanë se kanë pasur shumë të vështirë për zgjedhjen e këtyre familjeve që sot morën ndihmat. Sevdaim Haxhiu tha se lista e atyre që kanë nevojë për ndihmë është shumë e gjatë. Ne kena përzgjedh 150 familje që në prag të muajit Ramazan të ndihmojna, kryesisht me gjëra ushqimore. Me të vërtetë nuk ka qenë lehtë përzgjedhja sepse kemi një listë bukur të gjatë të njerëzve që kërkojnë ndihmë. Mi po kësaj radhe, ky kontingjent ka qenë për 150. Besoj se në të ardhmen, gjithsesi gjatë muajit Ramazanit, do të kena edhe ndihma të tjera, edhe do të ndihmojmë edhe pjesës tjetër në të cilën nuk kena mujtë me përfshin kësaj radhe. Edhe kërkojmë falje në atë kuptimin e plot, por kaq ka qenë mundësia dhe këta i kena përfshin këtë radhë. Për t'i shpërndar këto pako, nga ambasada Emirateve të Bashkuara me seli në Podgoric, kishin ardhur vetë udhëheqësit e saj, derisa i shpërndanin dhuratat sociale me dorë të tyre, zyrtarët e ambasadës të veshur me robe firmash të njohura botrore, iknin nga kamera dhe nuk parapëlqenin të flasin për opinionin.